E premtja ka nisur me reshje shiu në gjithë vendin. Si pasojë e prurjeve të shumta, lumi Seman ka dalë nga shtrati, duke përmbytur tokat bujqësore që ndodhen brenda argjinaturave në fshatrat Suknjë, Arapaj, Belin, Kallm, Brostar dhe Petov. Në obot të Shkodrës ndon se ka një rënje të nivelit të ujit në rrugë, një mjet i ushtrisë dhe 6 forca nga reparti VAUTD-s vijojnë të qëndrojnë aty në ndihmë të banorëve. Sërish, në disa segmente të caktuara në aksin kryesor në hyrje të fshatit Obot, rruga mbetet e pakalueshme për mjetet e ulta, ndërkohë që banorët lëvizin me mjetet e ushtrisë. Shkur sa herë si benzina kena ujë, bllokohet rruga, kaq. Dhe i buxhet mas nuk kena si familjar tu me i tasera mërna, më janë myt Jonxhe, më janë myt gruni. Reshjet e shiut janë shoqëruar dhe me rënje gurësh dhe dherash në rrugë. Në rrugën e Arbrit, të rreth 2 kilometra nga tuneli Murrizit në dalje nga krahu i Tiranës, një masiv i madh i skarpatës ansore është qarë dhe ka rrëshqitur drejt trupit të rrugës. Fatmirësisht betoni ansor mbrojtës ka arritur ta mbajë masivin pa dalë në Karagjatë, duke shmangur dhe bllokimin e qarkullimit. Rënje gurësh dhe inertesh ka edhe në rrugën Tepelen Gjirokastër dhe Lukovëshën Vasil, por pa penguar qarkullimin e mjeteve, ndërsa ata që kanë planifikuar të udhtojnë drejt thethit nuk mund ta bëjnë. Autoriteti rrugor shqiptar njofton se si pasojë e sasisë së madhe të borës së rënë, si dhe nga rritja e temperaturave që rezultojnë të jenë aktualisht 0 grad, ka aktivizim të rënjes së ortegëve në afërsi të tuneleve panoramike në qafthore, duke sjellë ribllokimin e saj.